Dy nga serbët e arrestuar një ditë më parë në Gjakov pasi u gjetën thika në vetur, kanë konfirmuar se punojnë në institucione serbe të sigurisë. Pavle Kragovic ka thënë se punon si inspektor i policisë në Kragujevc të Serbisë, ndërsa Milovan Stevic deklaroi se është doktor, stomatolog në Akademinë Ushtarake të Mjekësisë në Beograd. Në gjykatore për seancën dëgjimore lidhur me masën e sigurisë në gjykatën themelore në Gjakov, ishin edhe Branko Rakic, i cili deklaroi se është teknik i komunikacionit, dhe Nemanja Vamovic, i cili tha se është inxhinier i pylltarisë. Prokurori Avenir Rashala gjatë leximit të kërkesës për paraburgim tha se të dyshuarit i mbajtën mjetet e mprehta gjatë vizitës së manastireve ortodokse në Republikën e Kosovës. Tha se rreziku i arratisjes për të pandehurit duhet të lidhet me faktin se të gjithë janë shtetas të Serbisë dhe kjo mund t'i bëjë të paarritshëm nëse ata ikin në Serbi. Shala tha se ata kanë shkuar në formë të organizuar në manastire, andaj lënia e tyre në liri do të mund ta rrezikonte jetën e pelegrinëve. Ku të njëjtat dhe isti të pandehurit osumnjičene i kanë mbajtur osumnjiče držaje u toku vožnje, u toku posjete në disa nga manastiret ortodokse. nekoliko Me çka kanë kryer veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroli i posjedovanje, neovlašćeno posjedovanje oružja, të armëve. Themelorja në Gjakovi dyshon ata për posedim të paautorizuar të armëve. Avokatët e të dyshuarve e kundërshtuan këtë kërkesë si jo proporcionale. Thanë se të pandehurit nuk kanë pasur armë me vete fare dhe se ato ishin mjete pune të dyshuarit Rakic. Është krejtësisht i gabuar qëndrimi juridik i prokurorisë ni pogrešno pravni stav se këto mjete hynë da ove sredstva në mjete të rrezikshme, kao opasna sredstva. armë të ftofta. Koha e ka pyetur prokurorinë themelore në Gjakov se a ka bërë ndonjë kërkesë prokuroria speciale për ta tërhequr lëndën nga kjo prokurori, me që të pandehurit janë paraqitur si të rrezikshëm e me lidhje me strukturat e sigurisë së Serbisë, por këto prokurori nuk kanë dhënë sqarime lidhur me këtë çështje. Ministri i Brendshëm Xhelal Svesla ka deklaruar se të pandehurve në vetur ju gjet edhe një fotografi me fytyrat e pjesëtarëve të grupit terrorist që vdesën gjatë sulmit terrorist në Banjsk, mirë po kjo nuk u paraqit si argument në seancën dëgjimore.